Andaj pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thonë: "Laysa ash-shadidu bi-sur'ati", nuk është i fortë ai i cili mposht tjetrin, por i fortë e i fuqishëm është ai i cili e frenon mlefin, yamlik nafsuhu inda al-ghadab, e frenon mlefin në momentin e zemrimit, në momentin kur ja ka prish dikush, sepse pa ta prish dikush s'ka nevojë njeri me u zemru. E në momentin që ta ka prish dikush brenda antarëve të familjes, me çka duhet reagojmë? Me besim. Besimi çka na mëson? Që ta frenojmë mlefin, sepse çdo problematik e caktuar ka zgjidhje. Ama nëse reagimi është me mlef, nëse reagimi është me zemrim, nëse reagimi është i pakontrolluar, cilat janë pasojat? Cilat janë pasojat? Sidomos në kohën të cilën po jetojmë, ku njerëzit janë bërë të padurueshëm. Njerëzit janë bërë të padurueshëm. Njerëzit nuk arrin me bë sabër. Njerëzit nuk e durojnë. Gruaja thot burrit të zduroj. Fëmia i thot babës të zduroj. Burri s'ban sabër për mangësitë e caktuara, në ushqim, përgatitje, në rregullim, çka do të jetë. Andaj një familje e qetë është e garantuar vetëm atëherë kur zemrimi i cili është i patekalueshëm gjatë jetës, por është pjesë e jetës tonë, menaxhohet dhe kontrollohet në bazë të besimit.